Përshëndetje Prishtinë, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shiqu edhe me ndëgju një episod tjetër të Prishtinë Podcast. Sot mundem me thonë se studio na është zbukuru, duke filluar prej Safete Rogova, e cila është një ndër aktoret e para shqiptare femën, dhe gjithashtu në vitin 2013 ka qenë e dekoruar me medalje presidenciale sa i përket karrierës në teatr dhe gjithashtu aktivizmit për të drejtat e grave. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe na keni nderuar me prezencën e juaj. Gjithashtu nuk është i vetmi person që e kemi këtu me medalje presidenciale këtë vit, gjithashtu dekoruat edhe jo, e kemi këtu Iqbale Rogova ose Igo, e cila është një ndër emrat ose figurat më të rëndësishme sa i përket të drejtave të grave dhe drejtësisë shoqërore në shoqërinë tonë, kështu që me të vërtetë ndari madh më u pas edhe me pas mundësinë sot me mbajt këtë podcast me juve. Mirësirët edhe jona, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Këtë episod kemi dashur m'ia dediku shoqatës Motra Qiriozi, e cila ka qenë një shoqatë që është themeluar nga ana e juaj dhe gjithashtu të ndjerit Nurettin Loxha. Edhe kemi dashur pak me diskutu. Unë për vete e kom ditë për shembull për sistemin paralel, kom dëgjuar histori për sistemin paralel, e kom ditë që ka pas kështu shtëpi shkolla, ka është mbajtur mësim, po kur nuk e kom ditë që ka ekzistuar edhe kjo ana e, domethënë puna vullnetare që e keni bëu ju, që ka qenë fakt një iniciativë për me i mësu gratë të cilat nuk kanë ditë shkrim dhe lexim, me ja mundësu domethënë këtë mësimdhënie. Kisha dashur ndoshta me fillu këtë episod duke shpjeguar qysh e keni vrejtë se në vitet e 90-ta ka pas, domethënë, mangësinë këtë aspekt. Edhe Safetja dhe unë mbetëm pa punë, Safetja ishte në teatr, unë isha në RTP, edhe gjithë Kosova mbet pa punë atë kohë, edhe gjithë Kosova u angazhu me kontribu, me ndihmu familjarë të ndryshëm. Edhe natyrisht edhe unë edhe Safetja fillum afër në kodrën e trimave me dërgu gjëra ushqimore edhe me kontribu pak, sepse në atë kohë me të vërtet 90-tat edhe është përmendë në një libër Howard Clark që gjithë Kosova ka qenë shoqëri civile, të gjithë janë angazhu. Natyrisht edhe unë edhe Safetja në atë kohë fillu me vizitu kodrën e trimave, edhe interesimi ishte shumë i madh i njerëzve për me dhanë, me kontribu, me dhuru diçka, sa që ato qeset vogla u rritën u bon tas, pastaj me një moment u desht edhe me kamion me dërgu ndihma si jepshin. Po kjo ishte gjithë puna ishte kështu jo formale, domethënë veç me ndihmu. Edhe me një moment kur i pyetëm na gratë që me bëni fal liste, se si me bën ndarjen e sa litra vaj me çunat shtëpis, sa antar familje si ka ta. Zdim sa shkrim lexim. Natyrisht pastaj Safetja edhe unë tham këtu duhet me ndihmu ma shumë, duhet me ndihmu me kurs për me ndihmu ato gra që ishin në atë lagje. Edhe pastaj Safetja vazhdon me... Po, ishte kohë vështirë, kohë rënimit Kosovës, kohë që ishte varfnu Kosova shumë. Njerëzit kishin nevojë për ushqime, kishin nevojë për veshmbathje, kishin nevojë për libra për fëmijës, ka pas familje që s'ka pas mundësi me i çu fëmijët në shkollë se s'kan pas libra fletore. Domethënë ishte një gjendje kaotike, një gjendje shumë e rëndë. Edhe, domethënë si shumë tjerë, aktivistë tjerë që jemi mundu me ndihmu me ushqime, me veshmbathje, edhe na morëm iniciativë. Kodra trimave ishte një lagje ku kishte kryesisht ishin burrat pa punë, gratë pa shkollë, me shumë fëmijë. Domethënë ishte e nevojshme me vizitu kodrën e trimave dhe aty pam se kur i qumë në nënshkru disa formular që duhej, domethënë sa kishin marrë vajet, lyne, miell, veshmbathje, disa gra të reja
e kanë shty listën edhe veç kanë provu me gisht, ka po bojnë këto se për ne ishte një befasi e madhe në qytet, në periferit qytetit, mos me ditë me shkru emnin e vetë, në fakt ishte një dhimbje madhe. Për mu personalisht ishte një dhimbje madhe. Është mundën që këto gratë reja mos me ditë me lexu, mos me ditë me shkru, mos me ditë me përcjell detyrat e fëmijës vet. Edhe vendosëm me majt një kurs, me që kishte plot mësues të interesuar me majt kurse për me mësu shkrim leximin. Fati jonë i mirë ishte se ishte një shoqe e jona që kishte ardhur nga Zvicra e që kishte punuar një kohë gjatë në Kosovë, e dinte mirë shqipen, edhe u lajmëru vullnetarisht me punu se e formum një grup të grave për me fillu kursin, edhe ajo pranoi me fillu me ato gra. Ishin mosha re, nuk ishin gratë vjetra. Po me gjithate na, para se me fillu punën, u interesu me po një këshill, me u informu si shkon, se unë isha aktore, Igo ishte gazetare në televizion, edhe si do të shkoj kjo punë. Edhe patëm fatin që si këshilltar të angazhoj me Xhevorin, autorin e Abetares, edhe plus plot profesora tjerë. Zoti Mehmeti u tregu shumë vullnetar, edhe erdhë me marrë pjesë në disa landë, do më thonë, jo vetëm mësuesja, apo dhe zotni Mehmeti si autori Abetares, disa kurse erdhi vetë me marrë pjesë, a ishte në një moshë shtymet edhe të kusuri vjetë. E kemi pas edhe shtyll, edhe mësues, edhe këshilltar, edhe ai na ka prit gjithmonë, mandi na vazhdu me ftu vazhdimisht zoti Mehmeti. Interesimi në fillim nguroshin të rejat, çka me mësu, kurs, am lejon burri, mardh këtu më mbledh në për shtëpia, po dalin nga dal me mirë kuptimin e burrave, fatkeqësisht thash edhe ata të shkret ishin pa punë, na i formum 2 grupe, do më thonë 2 kurse, një paradite, një masdite. Kursi zgjatë 6 muaj, për fatin ton të mirë, për 6 muaj ato arriten me mësu shkrim lexim edhe me mësu me lexu. Po, duhet me përmend natyrisht këshilltarin apo shtyllën ka qenë Nuridin Logja, i cili ka qenë çdo hap me ne, çdo grup që është diskutu se si do të vazhdohet matutje. Edhe në atë kohë du me përmend gjithashtu Sani Egashi, që ka qenë kryeredaktore e revistës Kosovaria në atë kohë, e cila e bëri një foto të grupit grave që ishin aty që mësun shkrim lexim kur i morën diplomat. Po. E cila e bëtej ato në faqet parë të Kosovares, edhe po, për një herë. Po, për një herë patëm kërkesa me fillu kurse tilla gati në gjithë Kosovën. Unë e di gati gjatë 4 grupe ishin për një herë u filluan në gjithë Kosovën. Për një kohë bukur gjatë, për disa muaj. Nëse dhe, po, interesimi nuk ka qenë atë ditë, po mrena disa muajve, pastaj gjatë periudhës deri vitit 92, kishte shumë grupe në për gjithë Kosovën, sepse ka pas interesim. Po. Edhe, po thëmë, e tash ma herët gjithë Kosova është qujtë shoqëri civile, gjithë Kosova kanë qenë aktivista në atë kohë. A ka qenë vështirë me gjetë për shembull vullnetar për mësimdhënie ose shtëpia ku keni mbajt këto kurset? Po në atë kohë janë organizu grupet edhe udhëheqësit e grupeve në për komunat. Po. Edhe të quajmë deg, atëherë janë quajtë deg në për deget Motraqiriazi. Okay. Edhe pastaj ato kanë bërë organizimin në komunat e tyre, kanë gjetë kush do të mbaj këto shkrim lexim kurset e tjera. Po lejoni që të kthejmë te emri. Po. Se nështë Safetja të regon ma mirë, po është mirë me u këthi edhe të emrë një herë, se e kishim, filloj grupi me ushtu, dhe më thonë degët me ushtu, dhe neve na u deshke një emër të formalizojmë punën. Edhe fillimisht me ndumë Nën Tereza me qujtë organizatën. Po.
Por njëjtën kohë edhe Safetja dhe unë ishim në Këshillin e Smithar që filloi pastaj Nën Tereza Shoçata, e cila ka bërë punë të mrekullueshme gjatë gjithë kohës së viteve 90-ta. Kështu që na tham, kjo quhet Nën Tereza Shoçatë Humanitare, na mandej si ta quajmë organizatën tonë. Edhe një mik i joni nga Anglia e sjell një informat, një libër se si motrat Qiriazit, domethënë Sevasti dhe Parashevi kanë hapë shkollën e parë. Shqipe në Korçë, e tash sistemi. Unë në gjeneratën time, unë kam mësu që Gjerasim Qiriazi ka hapë shkollën, domethënë vllau i Sevastisë dhe Parashevis. Ashtu është paraqit në libra, domethënë. Okay. Dhe tham ta kthejmë emrin e tyre. Natyrisht ato janë përmend që kanë qenë mësueset e para, po që kanë bërë gjithë atë punë, se Gjerasimi kanë ndihmuar natyrisht, po që kanë bërë gjithë atë punë, jo vetëm në Korçë, po pastaj matutje edhe bile edhe në Amerikë. Po. Kur kanë shkuar atje me jetu, edhe vendosën me kthy emrin e tyre, me quajt shoqatën Motra Qiriazi, dhe për mua që ka qenë shumë e rëndësishme si një aktiviste për drejtat grave, që në shkolla pastaj fillojmë me u ndroj programi dhe fillun fëmijët tanë me dëgju historinë e vërtetë që ato kanë. Po, me mësua dhe emrin e tyre tamam. Po. Dhe gjithashtu shumë shkolla nëpër Kosovë e morën emrin e tyre, Motra Qiriazi, sot quhen Motra, edhe rrugë, edhe rrugë. Edhe rrugë. Domethënë për ne është çajo suksesi që rikthym emrin e tyre edhe tregum se zakonisht kontributet e grave mundohen me ushi. Po. Edhe Miloç aty në Harres, edhe me thonë, jam këtë në konë, veç një pjesë. Kjo është ajo që më gëzon mu që e kemi rikthy emrin e tyre, edhe sot me shumë krenari Motra Qiriazi. O, vetëm mos harro se na hulumtum edhe mësum që Sevastia kishte një djalë në Tiranë. Po. Skënder Dako. Po. Edhe Igo shkoj me taku edhe me marë pëlqimin, se kemi ndërmen me vuemrin. Po i ka thonë, çka ka thonë Skënder Dako? Skënder Dako ka thonë me kënaqësinë më të madhe pranoj, por ma e du një me ma dhënë besën, që në asnjë mënyrë nuk do të lejoni që emri tyre të njolloset në atë kuptimin të përdoret, ose të përdoret me të vërtet për të mirën edhe të vajzave edhe të grave në atë kohë që na ishim të punu. Wow. Edhe na e rujtëm edhe mesazhin e tij për 30 vite. Motrat Qiriazi kanë vepruar në mbar Kosovën. Wow. Po nëse pjesën ndërmuese në has, po edhe gjithandej, gjithë Kosovën, Motrat Qiriazi kanë qenë shumë aktive. Në momentin që e keni vrejt, do me thonë, si që thamë, ka qenë, është botu në gazetën Kosovarja, do me thonë, rreth shoqatës dhe ka pas interesim më të madh për me hap dek treja. Qysh keni fillu, për shembull, sa e di, ju keni shku pak me stilin, po thonë, Anton Qetës, do me thonë, me këto tubimet që janë bo në atë kohë, jeni mundu njëjtë me kopju atë mënyrë dhe me bo edhe jo gjithashtu tubime që me shti, do me thonë, popullatën me qenë të interesuar dhe me pranu, me thonë që po, se ndoket ka qenë vështirë dhe me bind njerëz që po keni nevojë për shembull me ardhe dhe me mësu, do me thonë, me juve. Dorën zemër Kosovarja, Sanje Gashi, ka bojë jehon të madhe me shkrimet e saj në kosovare. Edhe u kuptu në tanë Kosovën se ka fillu dhe një shoqat për arsimimin e vajzave, të grave. Edhe ishin 2 gazetarë në Prishtinë, edhe njeni prej tëne, Hajriz Mamaj, tha, a mundeni me ardhen sa më draqë, se sa kishte përfundu pajtimi i gjaçeve, që mbledhte qytetarë gjithandej Kosovës. Edhe kështu vendosëm një grup, të më thonë nuk ishim vetëm, ishte me ne edhe Edi Shukriu, Sanje Gashi, Nureddin Gjoxha, Mehmet Gjevori, plot arsimtarë mësues. Edhe e lam një datë, cilën datë në përvjetorin e lidhjes Prizrenit. Pikrisht me 9 qershor 1990, na majtem një tubim
jo si pajtimi I gjagjeve. Une po besoj se ate kalum me pjesëmarrjen e gjithë banorëve të Kosovës, kishin ardhur nga Gjelani, nga Histoku, nga Gjakova, në Samadraj. Edhe ajo boni jehon të madhe, sepse aty folen për arsimimin e vajzave, për shkollimin e vajzave, po aty u deklarun shumë mësuese se do të punojnë, se ishin dëbu prej shkollave, ishin pa punë, do të punojnë pa, do më thonë, pa shpërblime materiale, vullnetarisht. Edhe vërtet, disa vite me radhë, asnjë mësuese nuk është shpërbly, po kanë punu vullnetarisht. Fatkeqësisht I mbyllin edhe shkollat, po njerëzit I kanë hapë shtëpijat, I kanë shëndru në shtëpi shkollë. Mirë po, me që aty ai tubimi madh mashtor kishin ardhur edhe nga Hasi Prizrenit. Edhe njëri prej atyne aktivisteve propozoi që ky tubim, ky takim të madh edhe në Has, me që Hasi ishte pak I lanun, Leçi ishte periferi e Kosovës, po dhe shumë pak shkolla kishte, shumë vajza kishin mbeten shtëpi pa shkollë. Edhe propozon që njëjtin tubim ta majmë edhe në Has. Edhe mas një 4-5 muaje, njëjtin tubim e majtëm edhe në Has, edhe vërtet ka qenë mashtore se ka qenë, do më thonë, kanë marrë pjesë gjithë shkencëtarët, historiantë, mësues, në kryetën e normal Mehmet Gjevori, Damel Gjeri, Mark Krasniqi, Zekria Cana, e plot mësues. Pre andej na e themelum degën në Has, edhe mori përsipër një mësues që tha unë do ta kryj punën e, si me thonë, këshilltarit motrave Qiriazi. Me që na, do më thonë, jetonim në Prishtinë, ishte vështirë me shku shpesh, do më thonë, s'kishte autobusa, rrugët e Hasit ishin me gropa, aty s'kishte fare lidhje, komunikacioni. Kështu që Beqiri e mura detyrë edhe I regjistroi fshat të fshat vajzat që nuk shkonin në shkollë. Me që Igo Nikon nuk ishte në Kosovë, pa të shku në Tiranë, jo me dëshirën time, me dëshirë, po, detyrova me lëshu Kosovën një 2-3 vjet. Për shkak të një shkrimi të mtokët apo? Për shkak të një reportazhi që e bëm në RTP pa lejen e Beogradit, edhe ishim të rrezikum kolegët I futën në burg, unë këtu isha kur ndodhi, për Safet isha jashtë shtetit, dhe Safetja më tha në telefon, mos u ktheta se kolegët I kim burg, kështu që mandej unë e dola në Shqipëri një 2-3 vjet, 3 vjet duket. Shkrimi ka qenë për helmimet të mdokët për helmimet në shkolla, helmimet e fëmijëve. Ka qenë shumë një kohë. Ajo I tërbëi policinë serbe dhe erdhen me dhunë, me ushtri, erdhen me dhunë dhe I nxorën punëtor nga RTP-ja. Wow. Dorën Zavër, çdo aktivist në atë kohë ka qenë I përndjekun, ka qenë I arrestuar, ka pas plot prej tyre që edhe jam burgos, po vullneti nuk në ka lëshu asnjëherë. Na vazhdimisht, po flas si aktiviste, kemi kry shumë detyra në atë kohë. E po them, kur erdhi Igo, vazhdum natë ashti, edhe unë edhe Igo, të shkonim në Has, në përshtëpia, edhe pse kishim marrë numër të vajzave, po dhe djemve, se ka pas edhe djem që nështë babalart Hasjan kryesisht kanë punu në Gyrbet, edhe fëmit kanë mbet pak në mshirën e nanës, e nana me shumë fëmijë, s'ka pas mundësi qikat jo se jo, po dhe djemt, edhe kështu që kishte edhe djemt që ishin me 1 vit, 2 vite shkolle, I kam ndërprej shkollimin, atëherë vendosem na me ju përkushtu Hasit. Po jo përkushtim me shku 1 ditë e më këthi, po ka pas raste kur kemi na 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, kemi bujtë në Has, kemi qenë me ato familje, me ato gra, me ato fëmijë.
E na jemi, do më thonë, jemi bo pjesë e familjarëve hasian. Wow. Edhe kemi marrë shënime, edhe kemi ndëgju halët e grave, problemet e grave. Në atë kohë hasianët kanë pas kushte shumë të vështira, s'kan pas ujë mrena, s'kan pas, kushtet kanë qenë minimale, ose për shembull shkolla s'ka pas çdo fshat, është dashur prej një fshati me çu në fshatin tjetër fëmijën në shkollë. Disa s'kan guxu fare me çu se ka qenë edhe rrezik. Kështu që na mandi fillum me kalkulu, me bo mënyrat të ndryshme si me ndërtu disa shkolla në has. Normal, kemi ardhur në marrëveshje me ministrin e arsimit, edhe kemi shku dhe atëherë te kryetari, i atëhershëm Ibrahim Rugova, kemi shku te Femia Gani, të ndjerë krejt që kanë ndihmu shumë, që hasi mas një kohë në has të ndërtohen disa shkolla, me ju lecu fëmijëve, sidomos qikave, që mos me utu në fshatin tjetër, se ka qenë edhe rrezik, ose zonë kufitare ka qenë. Zonë kufitare rrezik. Po them, ai qëndrimi jon ka qenë, do më thonë, për momentin, për kohën, unë e kom marru shtëpinë, e kom marru familjen, i kisha 2 vajza, ato fati jem që i ka rrit nona ime, se unë u përqendrova bashkë me ikon, u përqendrum me jetu një pjesë të jetës, me qenë me ato gra, me punu me ato gra, me familiarizu me ato gra, kështu që ajo ndikoj shumë, se do më thonë, nuk ishte qëllimi jonë, hajde shkonin shkollë, po qëllimi jonë me ndëgju hallet e tyne, me ndëgju problemet e tyne. E kjo ishte një formë, do më thonë që ato granë na përqafun, ato granë na pranun, edhe ishim shumë afër tyne. E kom lexuar te ky, do më thonë, libri që është shkruar për këtë shoqat, që ka pas rast që nuk po di tash në cilin vend ka ndodhur kjo, po gratë i kanë shit lirat e tyne, do më thonë që i kanë pas që është diçka shumë e çmume, që me kontribu në ndërtimin e shkollës. Në ndërtimin e shkollës. Kjo ka qenë më përpara në tubimin e madh që majtë Samadraq, edhe na mas tubimit u taku me plot aktiviste tjera, edhe po dhe atje s'kishte shkolla. Po. Edhe gratë, ato me një fije shkollë, e panë sa rëndësishme është me qu qikat në shkollë, fëmijët e tyre në fakt në shkollë, edhe po them në atë kohë Kosova ishte shumë e varfër, vërtet e rënume. S'kishte mundësi kush me ndërtu shkollë. Do më thonë, iniciativat kanë qenë prej banorëve, vendas. Edhe gratë aty kanë marrë qëndrimin që t'i falin lira çka kishin ari, me mbledh mjetet, me ndërtu një shkollë. Edhe ajo ka qenë një shembull shumë i madh që i kanë përdorë edhe shumë vende tjera. Ka pas edhe një rast duket që është fal gjaku i ka qenë një gru, do me thonë që ka qenë nuk ka pranu me fal gjakun deri në momentin që ju keni mbajt të bem aty dhe është frymzu prej çka keni qenë të bojo dhe atë bashkimin që e keni bo mes shoqërisë edhe ajo më ka duk shumë e bukur si historia. Kjo ka qenë një kohë kur Igo ka qenë në mërgim. Me dhunë. Po. Me dhunë në mërgim. Edhe mas një takimi me gratë e burrat, ka qenë një familje, tash unë e kam bo do vjetë edhe më falni se vërtet nuk po më kujtojnë krejt emnat, bjemrin Dura e ka pas, edhe me që mas takimit, do më thonë u dhanë shumë premtime, ajo premtoj që s'kishte pranu disa kohë me falgjakun e burit, pranoj me atë rast, me, do më thonë, takimin e madh, me fale gjakën, Hasjani ishte, do më thonë, vërtet ishte një mrekulli, çdo falje gjakut ishte një mrekulli. Po që mandi e dhanë shumë nana, prej atëherë që s'kishin leju, po s'kishin mundësi me lëshu në shkollë, vendosin që prej atëherë mos me ndalë fëmijët prej shkollës, me i dërgu në shkollë.
në rrugën e bindjes, do me thonë se po më tokë zonja Safete shumë modeste, po tregohet dhe nuk po tregon që ndër njerëz që kanë qenë shumë të njoftën edhe si ju keni marrë për shembull personalitetet të mëdha në atë kohë që keni qenë edhe ju keni qenë aktore shumë e njoftën edhe kjo ka ndikuar shumë që njerëz me pas edhe interesim që atu bëjmë edhe nështë me shpjegu na çastin e kemi pas ndryshe. Po. Nuk kemi shku me ju thonë grave bëni këte, bëni atë. Po duke përdor artin, sa vetja pastaj shpjegoj, duke përdor artin, kemi dhënë mesazhin. Po më lejoni ta kujtoj çat çasje. Kur kena shku në tubimin e parë në Romaj, tashi para nesh pas ka shku një politikane, s'është më rëndësi kush, edhe ajo ka thonë që në fakt i ka kritiku veshjen e Hasit, grave, në për ato tubimet që janë majt atëherë. Edhe i ka thonë, kjo veshje nuk na çon në Evropë. Kjo është fjalë shumë e rëndë për një rajon që e kanë traditë dhe kultura veshje të bukur të hasiane. Edhe neve na treguan për këtë, dhe bilenjena tha e keni arta dhe ju me na kritiku. Po të dhe ofendim me një farë mënyrë. Po, shumë ofendim i madh. Dhe Safetja aty për aty bisedum qysh me se po them edhe një herë, çasja jon ka qenë ndryshe, jo çasi me tregu ju boni çka themi ne, po. Me gjithë bashkë mundësin me po ato, me bo ndryshimin qysh ato e shohin, me përkrajen tonë. Edhe vendosëm, unë mi veshjen e Hasit, edhe gjithmonë i kom pas lukë të shkurta, aktivistja Marta Prekpalaj që ishte e Hasit, aktiviste madhe e Hasit, ajo mi gjeti edhe bistekt, edhe unë u vesha si hasiane, dialektin hasian, edhe Safetja hynë në klasë. Unë isha ullën me gratë e Has, unë e Tromajës që ati fshati, edhe si të hynë Safetja në klasë, unë me zotë në arti thëmë, mos ke ardhë ti me na kritiku veshjen. Dhe me thonë, shik, kena bo role play, pa ditë që jemi të bo role play. Në role play kena bo pa pas në jemër. Edhe Safetja dhe kush, unë si marrë tha me ju kritiku veshën, ka marrë me ju lavdru edhe me ju thonë ju lumt për këto ngjyra që shikini kombinun veshë bile e përmend vajzën Ilirianën, vajzën e vet. Thot Iliriana ka magjistru në piktur, po ju keni doktoru mënyrën që i keni kombinu ngjyrat e veshjes, më thonë me çëndisjen e po, me çëndisjen, ato mënyrë e ndin veten shumë relax, dhe më thonë, aha, këto s'ku kanë ardhur me na kritiku, dhe pastaj aty filluam me bisedu për çështjet. Dhe tutje, nuk dojshim, si që thash, nuk dojshim me shku dhe me dhënë mesazh, direkt kështu grave, kjo duhet me ndryshu, por Safetja e gjeti mënyrën, edhe tash e shpjegon, që me boni farë fushate me monologje, me aktore të njoftura, Safete, fjala për ti. Kolegët e mia më tre. Do të thonë fushata që mi bind që me ardhë dhe me mësu. Qëllimi ka qenë mi bind prindrit që vajza duhet me vazhdu shkollimin. Po, tamam. Në atë kohë, kur kemi qenë në Has, vajzat i fejonin djep. Edhe shkonin deri në klasën e 4 fillore dhe ndërprejnë shkollën. Wow. Për shumë arsye, edhe një arsye që tha dhe Safetja, është desh me lëviz prej fshatit të fshat. Por kanë qenë fejesat e hershme atëherë. Prezente, edhe janë bogati me njëra ato për fejesë martesë. Dhe më thonë, qëllimi ka qenë me i tregu që vajzat duhet me vazhdu shkollimin. Na nuk e kemi bo këte përmes vetëm kështu duke i bind ata, po kemi bo dhe vepra konkrete, duke gjetë mundësit ma vonë edhe përmes mikeshave tona nga Amerika, mi u dhonë edhe bursa ma vonë, po flasë, që me vazhdu edhe shkollimin e lartë. Jo vetëm të mesmi, po edhe lartë. Shkollimin e lartë, bile ju sigurum shumë vajzave bursa, të cilat mëndaj ato kanë vazhdu edhe shkollimin e lartë. Dhe më thonë, nuk ka qenë çështja veç mi bind, po dhe mi ju gjetë mundësit. Dhe mënyra tjetër, ne kemi fillu në çdo fshat, kemi fillu, po, me hapjen e bibliotekave. Dhe më thonë, me pa që libri është edhe me pas qasje në dituris, po, libri është dritë e dituris, në pak të dorën zemër u hapen edhe 2 shkolla. Po, natyrisht. Jo vetëm me iniciativen tonë, po Hasi kishte edhe shumë
aktivist, edhe djem, edhe qika, ndërta ishte edhe në gjatë qoqaj, I palodhshëm që vazhdimisht Marta, Feridja, Merita e plot tjerë Besimi, edhe bashkarisht me aktivist e Hasit, na kemi lobu që me ndërtu 2-3 shkolla, edhe fatbashkësisht kemi pas për kraj edhe ndërtu në 2-3 shkolla, në Romaj, shkolla mesme, në Gjonaj, edhe shkollën e mjekësisë, kështu që fatbashkësisht të fëmijëve ju mundsu, sidomos vajzave, që mos me lanë fshatin e vet, po që aty në fshatin e vet, me u shkollu, në shkollën e vet. Ka qenë një lehtësi e madhe, domethënë edhe për prind, ka qenë zakonisht është mendu se babalart nuk I lojnë vajzat në shkollë. Nuk është e vërtetë se babalart u jetu në gërbete, I kanë pas hallin si me fitu për me ju dërgu familjeve lek, pare, me ekzistu. Domethënë kanë pas probleme shumë më të mëdhaja. Se familjet kanë qenë të mëdha, s'ka pas familje me 2-3 fëmijë, ka pas familje me 6-7 fëmijë. Edhe o dasht mirë siguru ushqimin, veshmbathjen. Edhe një rast, ishte për hap, fjala babalar s'kan qef me I quqi katë në shkollë. Një rast, na atëherë kemi udhtu I kemi ndru 3 autobusa. Kemi shku në Prizren, prej Prizrenit prap në Gjonaj, prej Gjonajve kemi gjetë një traktor, dhe më thonë, ai rrugtimi jonë, nuk ka qenë vone, kemi marrë një makinë, na kanë dhuru. Disa vite na kemi bërë qëtë rrugë. Edhe ka qenë rrezik, më duket, apo pri policisë? Po, për zotin ka qenë rrezik, se mund thash, do aktivist ka qenë I përndjekun. Po. Edhe një rast kur, do më thonë, shkojme në Prizren, unë s'kam qëllu, ka qëllu Igo, edhe një hasjan kthehet prej gërbetit me një torb me libra, një çantë me libra e fletore. Edhe takohet rastisht Igo dhe ka me tregu këtë storje. Jo, ai kishte 2 çanta, 2 qese të mëdha, dhe unë mendova që ka shku në treg, në Prizren me blie sene për shtëpi dhe kur e takum në stacion s'disha mi fola jo. Po. Se unë ndëgjova që vajza vetë ka me vazhdu shkollimin. Okay. Edhe që atu ka me më bërtit këtash. Edhe ja prova, thëm, ishi të pazar, thot, qëfar pazari, thot, hapi keset një arkëqëri. Kur I hapi. Fletore e libra. Wow. Ato e në momente që nuk muj mi përshkru, as këtu në podcast, ose se është një ndjenjë që thush, wow. Edhe aty e kupton edhe pak si efektin që e keni bërë dhe e sheh punën tonë të shështu. Po, gjithmonë jona, gjithmonë po them ka qenë qasja jonë. Nuk kemi shku me I luftu burrat. Po I kemi thënë, këta janë fëmijët e juaj, hajde ta bëjmë bashkë. Nuk kemi shku me mësu ato që duhet me ndryshu jetën e tyre, po I kemi thënë, na jemi këtu, me ndihmu që me realizu ato që ju keni nevojë. Po. A kupton? Ka qenë qasja që vazhdon me qenë e njëjtë edhe sot. Po, duket keni pas. Na kemi qenë, domethënë, vazhdimisht të bimet grave, se mos të harrojmë se u hapen disa kurse për floktari, u hapen për rroba çepse, u hapen për kompjutera, u hapen disa kurse që të aftësohen gratë të fitojnë vetë. Edhe fatbashkësisht disa prej tyre shpejt kryen kursin edhe u aftësuan si rroba çepse, si frizere, si edhe me kompjutera. Edhe, do më thonë, ato shpesh na kanë thonë, sa mirë që jeni këtu me ne, kemi mësu shumë prej jush, faleminderit. Unë jo kam këthy gjithmonë, faleminderit juve, se unë mësova shumë prej jush. Wow. Mësova se s'kom ditë mirë me gatu, mësova si gatuhet, ato ushqime aq shishme, vendore. Mësova si qëndiset, gjithë ato qëndisjet bukra në kostume, vërtet ato duhet me pas një aftësi të madhe me ditë mi kombinu ato ngjyra. Mësova shumë gjana priush, edhe me qenë të habituna, do më thonë, nuk kemi shku me I mësu ato, na kemi marrë mësime tjera prej tëne, prandaj ka qenë ajo afria jonë me ato gra, dhe ose kam pas nevojë me shku te mjeku në Prizren. Shpesh nuk kanë guxu, që ashtu tradita. Po. I kemi shoqënu shumë gra që kanë ardhur
në Prishtinë te ginekologu, I kemi ardhë bashkë me to. Wow. Edhe qështu janë shliru, mandej atu kanë marrë guximin, herën tjetër kanë vendosë vetë me shku të mjeku, herën tjetër kanë shku me ble në gjamë Prizren. Do më thonë janë shliru prej asaj tradite, ajo tradit I kanë nguju ato grasë, se po them ka qenë një zonë shumë e lënun, me ato rrugë të vështirat, këqia, me ato shtëpia gati të rënu. Mirë po që ka ndodhë, shkoni sot në hasë, s'ka rrugë më të bukura, s'ka shtëpi më të bukur, më ato oborë të rregullume. Do më thonë e ka ndryshu pamjen, edhe është kënaqësi me shku me pa atë hasë, ku kemi qenë edhe na pjesë tjetesës disa vjeçare. Ju ka ndihmuar duket edhe shoqata Nën Tereza apo? Na kemi bashkëpunu shumë. Keni bashkëpunu. Kemi bashkëpunu shumë me shoqatën Nën Tereza, me doktor Ganion, ka ardhur disa herë atje, e ndërtu një ambulant shumë të vogël, shumë modeste. Një shtëpi të vogël e shëndru në ambulant, edhe ai ka ardhur vazhdimisht me ekipet mjekve, edhe na kemi bashkëpunu se çato mjek ose mjekë që vishin me doktor Ganion, na I kemi marrë edhe në tubimet grave, me ju fol grave për smundje të ndryshme, për fëmijët, për gjithçka që edukim shëndetësor. Okej, wow. Po. Edhe libraria Buzuku shumë ka ardhur interesant me lexu. Kur po mënej tu e pa këtë librin, unë nuk e kom ditë që Buzuku është prej viteve të 90-ta, dhe në atë kohë ka qenë ilegal, vjen me një farë mënyre. Gjithçka u kon ilegal. Po, gjithçka ilegale. Se kur I përmendi Safeti bashkëpunimin me Nën Tereza, në atë kohë na I ndihmonim edhe njëri tjetrit. Po. Edhe për shembull na I kemi barnat edhe na. Ose ata na kanë ndihmuar dhe me libra, kur kemi ha bibliotekat. Po çdo vepër, çdo bartje e barnave, libra ka qenë ilegale atëherë. Po. Edhe nëse të kanë zonë, ti automatikisht të kanë marrë policia. Ju më duket të keni pas një rast që ju kanë dalë policia kur keni qenë tu udhëtu apo? Gjithmonë që na kanë dalë policia, na kanë pyet ku po shkojmë, e merrem në GP kena pas libra për shembull. Po gjithmonë na kanë dalë, po na gjithmonë I kena parapri atyre me gjuhën serbe se kena ditë. I kemi thonë, si jeni me buzëqeshje? Ata hapi GP-kun, do më thonë para saj me fol, ata hapi. E ajo pyetje e ka shty ato mendu që s'kemi këgjo. Jemi të pa rrezikshme. Edhe kemi vazhdu, po mastare me thonë këte që kur kemi vazhdu, jemi nalë dikun, para se me mërite post bloku tjetër, me pushu pak. Jo, seriozisht e kam. Me ushliru pak. Me hek stresin prej. Unë e u dridh shamandej. Wow. Edhe e hoqësha atë dridhmen, derisa u qetësojsha, s'po du me reklamu cigaren, këtu në emision, po duan gjio, edhe e pisha një cigare, edhe mandej vazhdojshim rrugën. Wow. Sepse me atë dridhme, s'mund është ti me prit tjetën, se aje shike me njerë në dridhme që ti ki diçka në kjerë. Aje të shike, të analizike. Vrejet personi kur është ashtu. Po natyrisht. Me librarin Buzukut që keni bashkëpunu me Po, shtëpim Botuse Buzuku. Atëherë ka qenë shtëpia Botuse Buzuku dhe na bo marrëveshjen. Po, ka qenë interesant se na morëm një zyrë në Prishtinë, motor Qiriazi, për fatin e mirë na liroj Ganit Dili, atëherë ishte gazetari kosovares, edhe na liroj neve një zyrë, nënën tjetër Buzukut që sa po u themelu. Kështu që na jemi paralel me Buzukun, atë vit jemi themelu na si shoqat edhe Buzuku. Kështu që kemi pas ndihmesa të ndërsjella, edhe na I kemi ndihmu, ndoshta ndonjëherë për botimin e një libri që na është dashur, po edhe ata mandej me libra na kanë dhuru në për biblioteka, kështu që na për disa vite I kemi hap 8 biblioteka veç në regionin e Hasit. Wow. Po, mos biblioteka, po me një numër të konsiderueshëm, jo, po tham në një biblioteke madhe. Po gjithashtu dhe në Biliq, në Mitrovic, dhe në disa në Gjilan. Muj me thonë mini biblioteka, se biblioteka është emën I madh. Bashkëpunimi jon është I ndërsjell me vite, edhe ata na kanë ndihmu, po dhe na I kemi ndihmu, edhe kemi pas, do më thonë, kur I kemi botu librat e Shqipe Malushit,
Flora Brovines, Dimitër Dishnicës, Nureddin Logjes, e plot emna na ka ndihmu, domethënë Buzuku dhe I ka botu Buzuku. Në vitet kur Flora ishte e burgosur, na ja botum librin e Florës me poezi, shqipa anglisht, atë libër e kemi promovu jo vetëm Kosovë, po dhe në Shqipëri, edhe në Belgjik, deri në Amerikë. Wow. Se ka qenë shqip edhe anglisht. Edhe mandi, edhe librin e Shqipe Malushit, ja kemi botu, njësoj edhe ajo ka qenë prezente në promovim, po që libri saj o shpërnda anë kanë. Mos them Kosovë, Macedoni, Shqipëri, po me që Shqipja jeton të New York, e ka promovu edhe New York. Do më thonë, kemi pas bashkëpunimi I jonës gjatë, sepse kohët fundit, edhe pse me një vones, Buzuku e mori përsipër me e botu librin Motra Qiriazi, veprimtaria 30 vjeçare e shoqatës Motra Qiriazi. Para pak dite, e patëm promovimin, në 80 vjetorin e lindjes sime, ma bon një surprise, kështu që ishte kënaqësi. Po. Gjithashtu kisha dashur më kthy pak dhe të kjo revista të jesh grua, që nuk pe di tash qysh tamam është ndërlidh me shoqatën, është ana tregoni më mirë, po këtu po e shoh që e kam shuar që është gjatë viteve 94, 96, a ka qenë kjo një mënyrë që do të thonë një ndër mënyrat që keni dashur mi bind gratë që më ardha, për çka ka qenë? Jo, për edukim natyrisht, për me dhënë mesazhe të ndryshme, okay. Më shumë shëndetësore. Po. Po e kujt ka qenë ideja, ka qenë e juaja? Jona bashkë me Nejat Çoçën, do të thonë Nejati ka botu. Po. Edhe aty janë promovu shumë treja që kanë fillu me shkru nëj poezia, nëj tregim, nëj piktore re, edhe janë promovu në atë revistë. Janë promovu edhe veshjet që janë shumë karakteristike të Hasit. Edhe atë revist e kemi shpërnda bashkë me Nejatin, edhe kënej në Kosovë, po edhe në zonën e Hasit në Shqipëri. Wow. Në kohën kur ka qenë mbyllur kufiri. Po. A keni kopje për shembull hala të revistës kështu se bash interesant me po çka ka qenë. Disa kopje kemi, po. Na kemi po them me që unë isha dhe aktore, kisha dëshirë edhe përmes artit me çu mesazhe. Margit Marka ishte një poete, një tregimtare Në Hasit. Në Has, po, Hasjane. Edhe I morëm tregimet e saj, I përpunum radiodram, harqet e urave. Në kohën kur s'kishim në radio dhe televizion. Kur s'kishim radio, s'kishim me një studiat Floren Borsnjakut e kemi incizu, bashkë me kolegët e mia aktore, Kumrija Hoxha, Shani Palaska, Iliriana, Drita Begolli. Edhe ajo kaset ka shku në çdo familje. Çdo familje që s'ka pas mundësi me atëherë televizion s'ka punu, e ka ndëgju. Ajo kaset, mesazhi kasetës ishte për shkollimin e vajzave. Wow. Do më thonë, një vajzë që nuk e lejojnë me shku në shkollë, po që ajo me luftën e saj, me përpjekjet e saj, më rinë me shku në shkollë. Mesazhi ishte, do më thonë, që vajzat me shku në shkollë. Është ndërgju shumë. Ka qenë një ndër kasetat e para, edhe kur s'ka pas radio, do më thonë, njerëzit e kanë ndëgju në për shtëpia. E keni edhe kasetën? Po, ka qenë edhe radio pralla. Në fakt është, e kemi fillu një Facebook Motra Qiriazi, po mujim na me vazhdu me mush me materiale ala. Po aty janë edhe kjo radiodrama, edhe revistë. Quhet Facebook. Jo, Facebook quhet Shoqata për Arsmimin e Femrës Motra Qiriazi. E aty kemi bo download edhe këtë radiodram, por e kemi bo dhe radio pralla. Okay. E aty Safeti e deni ka lexu radio pralla rregullisht 30 vite në radio. Po, 30 vjet në radio. Edhe I marrim, po ndoshta ti mundesh me shpjegu se? Jo, ajo ka qenë fort e bukur se, do më thonë, në vitet kur Lilana Çavulli ishte pak smut, edhe unë edhe Florenti e kemi lut një nullat me I këndu. Ajo me qatë smundjen e saj ka ardhur në studion e Florentit,
edhe i ka inqizu, edhe janë një material shumë i bukur, edhe zani aq i bukur i Lilanës, me ato ninulla që i ka këndu, aq bukur. Po kemi po shumë punë edhe me këto kaseta, poetet, për shembull, që ishin në za, ose që i kishim afirmuna, i kemi mbledh në kaset. Edhe ato kaseta i kemi shpërndarë, ato poete kanë dëgju zanin e vetë, poezinë e vetë. Edhe poetet tjera, krejt Kosovës, jo vetëm të Hasit. Do më thonë, e kemi bo një farë mandi, ma vonë, e kemi bo dhe film, materialin e Margitës, po, ringjallja. Edhe i film ka pas jehon se, do më thonë, ishte mesazhe, ishte shkollimi i vajzave. Wow. Në më thonë mënyra të ndryshme, edhe për mes artit, edhe për mes sportit, për me fuqizu edhe me ndryshu jetën e grave dhe vajzave në rajon e Hasit. Wow. Po du më këthy të Radio Pralla, edhe njerë me sfigu diçka, se Radio Pralla gjithmonë, ju e dini, në Pralla gjithmonë është këndu djemve tanjen të fort, bënu i fort, kimu bëj i fort, e tjera. Çdo mesazh në Radio Prallën që ne kemi realizu, është fuqizimi i vajzave. Kjo është me rëndësi me theksu, dhe më thonë është përdor arti për me dhonë mesazhin, jo vetëm i thonë familjeve duhet me i shkollu vajzat, po edhe përmes Radio Prallave, edhe përmes radiodramës, e tregojmë rëndësinë e shkollimit, se ajo vajzë që është në këtë Radio Prallën, radiodramën, ajo shkollohet e kthehet në fshatin e vet si mjeke. Wow. Edhe ajo kontribon pastaj për hasianët mbrana. Prandaj kjo ka qenë mënyra më e mirë për me dhënë mesazhin pse është i rëndësishëm fuqizimi i grave dhe vajzave dhe pse është i rëndësishëm që ato të vazhdojnë shkollimin, se ato sjellin ndryshime dhe ato, sikurse rasti i kësaj radiodramës, ajo sjell shpëtim në shumë familje në atë kohë sepse ishte aty, si mjeke, në fshat. S'kan pas nevojë më udhëtu në atë kohë pa rrugë të asfaltume me shku deri në Prizren, po e kanë pas mjekën në fshat. Wow. A mendoni që mas disa vjetëve ka me pas në i shoqat edhe në për shembull motrat Rogova ose unë po mendoj që po nuk i dihet mas do kohë, po mendoj kështu mas shumë viteve, dikush besoj që ka me u inspiru edhe për juve dhe për një me inspiruese që të dyjat edhe s'po dija, keni edhe ndaj mesazh që kishte dash ndoshta me dhon për gra. Na kemi shumë, duhet ore me fol për aktivitetin ton. Po. Kur mrin vajzat me kry shkollën e mesme në Has, disa prej tyne kam pas dëshirë me u regjistru në mjeksi në Prishtinë. Mirë po, disa din se ti e re, po ka qenë shumë vështirë me u regjistru në mjeksi. Edhe tashti detyra jon ishte me shku, me u konsultu, me profesora, me njerë që kemi njoft, për me mujt me u regjistru dhe vajzat hasiane. Edhe mritem me regjistru prej Krajkut ka qenë vajza, edhe u regjistru. Mirë po prind kishin një farë frike ku ka me banu. Po na e kemi kthy familjen ton edhe në bujtin. Ajo ka bujte unë disa kohë, derisa aja kemi siguru konviktin. Do me thonë, kemi bo shumë, edhe mas i kanë kry shkollat atje, për me studiu se ka qenë vështirë, edhe sot e kësaj dita vështirë mu regjistru në fakultet. Edhe, do me thonë, kemi pas edhe një obligim tjetër me mujt që ato me vazhdu studimet në Prishtinë. Fatbashkësisht, ke shumë vajza hasiane që kanë pozita në Prishtinë, e djemë hasianë që kanë pozita, pas ti numroj me emra që më knaqe zemra. Edhe bile një ditë e thash pasha bisen, për kom shtirë me shku me ble buk, pse më thanë, po në çdo furat janë hasiane, kryesisht në Prishtinë. Çdo fur kur shkoj du me pagu bukë, ti a diçka ki boti për pasë, e ndroj furën, shkoj me një furë tjetë, tia, a diçka ki boti, edhe ngeli ka një herë që i albën me ble bukë, se e kështu është një do më thënë, të kthehet një shpërblim i joni, i mundit ton, i sakrificës, se bukur vite kemi qenë, atje me bukur vite. Edhe krejt vullnetare ka qenë si punë. Po them, ka qenë knatësia jonë, kur
fillun rrugët me ndërtu, mendimin e gërbeqarve, do më thonë, hasion kanë kontribu për rrugë, se shteti s'ka pas mundësi. Edhe po them, derisa kemi udhtu shpesh edhe me traktar, unë i kisha bukur do vjetë, na duhej me shku prej gjonajve, Lugisht, për shemull, apo Ngorozhup, që është një fshat të Kufini, edhe thanë, jo veç me traktor, e unë me hypën traktora, po thanë, hajtë provova, tanë rrugës, çka hoqa. Po jo, traktor po thush, po ti e ul në atë pjesën e gomave, jo mrapa, s'ka pas ajo rimorkjo. Ka qenë veç ajo pjesa përpara me traktorin, e me një gomë, kom qenë unë e ullë me një gomë safeta, mbi ato. Po. Ajo është me rëndësi me thonë. Po me rëndësi, po sa herë më theshin, a je mirë Marta, edhe vllai Martës, se kishte thësha shumë mirë jam, vetë me veti, do më thonë, këto kanë qenë edhe sakrifica, se kam mujtë, po them në atë mollë, pak vështirë me përballu. Po dhe knatësia kur mrim në Ngorozhup, një fshat malore, na pritin, kishin dalë përpara, sa bukura, do më thonë, ishte e vërtet, edhe knatësi, edhe mundim, edhe sakrificë. Po, vullneti nuk na kalëshu asnjëherë. A ka diçka që për shembull kur e kishërni atë kohë kishit vepruar ndryshe ose diçka që jo, po besoj ja? Jo, fare. Na kena vepru duke u bazu në moton e Lao Tzu. Edhe du me e përmend. Lao Tzu ka thonë, shkoni te njerëzit, jetoni me ta, filloni me atë që kanë. Dhe në fund, kur të kryet puna, njerëzit, do me thonë vetë ata, do të thonë na e bom këte. Kjo ka qenë moto e ajo në punës. Nuk kemi shku asune asafitja mi thonë hasionve, na e bom. Po bashk ata me thonë na e bom këte. Nave që kemi shty për kra, hajde ta bojmë këte. Do më thonë, edhe ato, hajde ta bojmë këtë s'ka qenë, se na kemi mendu që kjo duhet me ndodhë, por çfarë do që ka qenë kërkesa atyre, e hasion. Prandaj, unë mendoj, kjo metodë është që bën ndryshime. Nuk i bën ndryshimet vetëm një projekt, ose, s'po di si me quj, projekt ka pas gjithmonë në Kosovë projekte donatorëve. Kanë ardhur na kanë tregu çka me bo na në vendin tonë. Po ka pas raste kur na kemi thënë, jo, kjo nuk ka nevojë këtu te na, po duhet këtë me bo. Po duhet me kuptu një herë çfarë. Po ata kanë shablonin e tyre, nganjëherë nuk dëgjojshin edhe na natyrisht nuk veprojshim me ta, nuk vazhdojshim, por gjithmonë është me pa cila është kërkesa e njerëzve, edhe me bo bashkë me ata. E kjo është aktivizëm i mirëfillt, e që na kemi mbajt edhe vallai Hala e mbajmë. Nërsa, për na kujtojnë storjet e ndryshme, mas luftës, erdhim Prishtinë, na fillu me punu në teatr, erdhim Prishtinë i David Bjavnis po më kujtohet, nga Londra me punu Hamletin. Edhe dëshronte që kostumet në Hamlet me qenë pak tradicionale. Unë e lusha, do më thonë, ishim ka 3 aktore, lushim në alternacion, edhe i thash Davidit, Iliriana vajza kishte një makinë, thash, a do me pa kostume tradicionale? Tha me dëshirë. Edhe shkojmë, ishte një përvjeton në Lugisht Hasit, edhe morëm Davidin, unë e Iliriana, dhe shkojmë, aty ishim vesh kretë në veshje kombëtare. Edhe dolem burat me natë prit, da ajo Lugishta është një fshat taman Lugisht, do më thonë është i thellë, për rreth kodra edhe kretë kishin dalë me veshje kombëtare. Ai Davidi tha unë po bëj çfaqje ma të bukur që po shoh këtu. Do më thonë u fascinua. Mos them u fascinua dhe pse kryesisht nuk e dishin gjuhën anglezesh, edhe 3 të Hasit, po erdhen me përshëndet. Kishin bodhe një drejk, naftun edhe në drejk, buri botës u fascinu, tha pas këtë kësi vendin Kosovë, e na ka njëherë si u dim vlerat, si u dim vlerat, mendojmë, hajtë mërë është një fshat që aty Lugisht, hajtë mërë janë këto veshje janë. Po njeri u fascinu
prej Londrës ta kësi bukurie të rallë nuk kisha pa asnjëherë. Na e kemi unike edhe këtë mikpritjen shqiptar që e bojnë, se edhe kur tregut për shembull që keni pas raste që keni flajt një kohë në has Po kemi bujt, po. Në çdo fshat kena pas familje, familje kemi qujtë sepse aty flanim. Ja u kanë hap derën edhe ju kanë ndihmu edhe kjo ka qenë gjithashtu edhe me rastin e pajtimit gjaçeve, do me thonë që njëjtë, do me thonë i kanë hap dyrë shtëpitë edhe i kanë aktivistat që kanë qenë bashkë me Anton Qetun. Pikërisht për atë që e fillova, po du me thonë edhe në fund, edhe Howard Clark ka thënë, gjithë Kosova ka qenë shoqëri civile, vitet 90-ta, edhe është e vërtetë. Gjithë Kosova ka kontribuar, çdo familje në mënyrën e vet kanë kontribuar. Dikush me hap shtëpinë për shkolla, dikush me hap shtëpinë për shoqatën e materialisht e tjera. Edhe gratë sidomos kanë pas kontribut të madh dhe nuk është që shumë nuk është që flitet shumë kështu kontributi i grave në rezistencë civile gjatë ma shumë me fol, ma shumë libra me nxjerr. Po, sidomos na kemi qenë gjithmonë modeste, hajt se. Shumë modeste, unë thash. Po. Por ky libër me tan është 1%, vetë 1% e punës tonë. 1%, këtë mund ta gjeni në librarin Buzuku, librin, është 1% e punës tonë. Kjo do të thotë që për ne është me rëndësi që të vazhdojmë me përmbajtjen, edhe do të jetë sigurisht në vazhdim Motra Qiriazi 2. Edhe modestia nuk ka. Po. Mbaret. Prap edhe këtu jeni modeste se librin nuk e keni shkruajt jo, po në fakt e ka shkruajt tjetër kosh, po i kanë mbledh rrëfimet e juaja dhe është shumë bukur i bum. I kanë shumë edhe me lexu kështu interesant është edhe mu ka pëlqyer shumë. A thash në fillim po më në fund thash njerëzit do të thonë këtë e bëm ne. Po. Lao Tzu. Po. Edhe në hala jemi në çatërim që na nuk mundim me thonë na e bëm, por njerëzit gjithë bashkë. Por është vërtet duhet me bë më shumë, me tregu më shumë se sa puna është bë, edhe po bëhet në fakt, edhe sot e kësaj dite. Dhe jo vetëm përmenden burrat, por edhe gratë për aktivizmin e tyre. Atëherë ju falenderoj shumë, do shta edhe këshëm përmbyll episodin me këtë, po du edhe me cikë që sot në studio jo vetë se është zbukuru për juve, kemi edhe këtë vazon e cila është e punume nga Dito Ceramics, të cilët i punojnë këto, do me thonë, vetë handmade, design është i bon për i tënë, është linjë bashkëpunim me Prishtin Podcast, cilën kom i postu, do me thonë, në Instagram shumë informata, ku mundet me u porosit. Me të vërtet ka qenë nderi madh mi u pasot në këtë episod dhe kom qenë kështu shumë excited që keni me ardhë jo dhe kom dasht me pas rastin mull bashkë me bashkëbisedu për këtë shoqat. Besoj që mas disa vjetëve ka me pas diçka Motra Trogova, nëse s'ka me pas po bëj një kërkesë tash inshallah kush e ndëgjon komunës. Jo, me të vërtet jeni të jashtëzakonshme, ju falenderoj, po mendoj nuk muj me fol në emër të krejtëve, po besoj që krejt duhet më ju falenderu për kontributet që i keni bo, aktivizmin e pandalun, jo veç atër, po edhe sot e kësaj dite, gjithashtu edhe për shembull si femën me qenë aktore në atë kohë, po besoj që ka qenë pak më vështirë ose për disa familje ka qenë tabu edhe është për një meni kurajo e madhe që ka ardhur prej anës juaj, jo vetëm si aktore, po edhe do me thonë puna që e keni bo gjithkohën edhe me të vërtet doni me kuptu sa jashtëzakonshme jeni edhe me mos me qenë kaq modeste. Faleminderit. Faleminderit Jona dhe po më pëlqen që na ndëgjove se jemi moshë e re, edhe shumë të reja nuk e din, shumë të ri nuk e din për aktivizmin që është bo prej vitet 90. Po. E nështë vërtet duhet të gjithë mu informu se e tha dhe Igo, jo vetëm na, gjithë Kosova kemi qenë aktivista. Gjithë Kosova kemi kontribu. E mos na harrojnë, do më thonë, letë na përmendin edhe kur shkojmë në mshim. Letë na përmendin mundin e sakrificën që kemi bo për të mirën e Kosovës, për të mirën e kombit. Ju faleminderit shumë edhe njëherë, edhe ka qenë kënaqësi u pasat në Prishtinë Podcast. Faleminderit shumë.